Nga sot, 27 korrik ka nisur faza e aplikimit në portalin U-Albania për maturantët që synojnë të vijojnë studimet e larta. Procesi do të qëndrojë i hapur deri më 1 gusht dhe u jep mundësinë kandidatëve të përzgjedhin deri në 10 programe studimi si hapi i parë drejt regjistrimit në universitete. Ministri e Arsimit Mirela Kumbaro u ka bërë thirrje të gjithë maturantëve që të respektojnë afatet dhe të kryejnë aplikimin në kohë. Ajo i ka inkurajuar të bëjnë zgjedhje të bazuara në dëshirat, talentin, përgatitjen dhe objektivat e tyre për të ardhmen. Në mesazhin e saj, ministrja thekson se universitetet shqiptare i presin studentët me programe të reja studimi, staf akademik të kualifikuar dhe më shumë mundësi për zhvillim profesional. Të dashur maturant, një ditë shumë e rëndësishme fillon sot me ju, bashkë me javën, nga data 27 korrik deri në datën 1 gusht. Do të jetë i hapur portali U-Albania, ku të gjithë maturantët që dëshirojnë të regjistrohen, të aplikojnë për studimet larta, mund të fillojnë ta bëjnë këtë nga sot. Do të keni 10 mundësi zgjedhje. E di që keni punuar shumë dhe ndërkohë jeni përgatitur për këtë moment. Mos nguroni të aplikoni atje ku keni dëshirat, ku keni ëndrat, por edhe talentet tuaja. Do të jetë një javë intensive. Të gjithë do të jenë në gatishmëri për t'ju shërbyer, për t'ju përgjigjur dëshirave tuaja, me qëllim që ky proces të ecë sa më mbar. Të gjitha mundësitë janë të hapura për ju në universitetet shqiptare, me programe të reja, me staf akademik të përgatitur, por edhe me investime të reja në auditore. Prandaj, ju uroj punë të mbar në këtë etapë të re, ju uroj kurajo, guxim dhe mezi pres t'ju takoj në tetor për t'ju uruar vit akademik të mbar në universitetet tona.